Dua t'ju njoftoj se kam planuar propozimin për kandidate si presidente e vendit me bindjen se jam një figurë e cila është unifikuese përfason shoqërinë civile dhe mund ta ndihmoj vendit ta tejkalojë ngushin aktual politik, por njëkohësisht do ta ndisë dialogun në mes partive politike. Kërkesa për presidentin e vendit ka ardhur nga shumë qytetarë, nga anëtarët e shoqërisë civile, nga mbijetuarit e dhunës seksuale, nga viktimat e luftës, e së fundi, po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar, dua ta përmend, dhe së fundi nga kryeministri i Kurti. Duke menduar që dalja ime në skenë paraqet një figurë unifikuese, një figurë e cila në historinë e saj ka kontribuar në kauza të cilat i kanë kontribuar vendit. Pas diskutimit të gjatë me kryeministrin, e kam marrë këtë përgjegjësi me bindje të plotë se do jem një nga kandidatet e cila është kërkuar jo vetëm nga qeverisja Kurti, po edhe nga partitë opozitare, do jem person plotësisht i pambarur, jo politik, jo partijak dhe nga shoqëria civile. Pranova me marrë këtë post për me tejkaluar edhe vetën për hir një qëllimi të madh, stabilizimin e institucioneve dhe ecjen e Kosovës përpara. Dua t'ju bëj të qartë se ky kandidat nuk ka qenë ambicie as aspirat për pozicion e as për pushtet. Ka qenë vetëm një përpjekje sinqert, një kontribut për vendin tim, si person jo partijak që t'i jap mundësi zgjedhjes së ngërshit politik që aktualisht po e kalon vend. Bashkëpunimin me politikanë dhe me partitë politike e kam nisë që nga viti 99. Dhe gjatë këtyre viteve kam bashkëpunuar me gjitha forcat politike, me gjithë liderët politik, qoftë në pushtet, qoftë kur kam qenë në opozitë. Gjithmonë e kam pas një parim bazë, i përmbrojt interesat e qytetarëve, e kategorive më të dëmtuara nga shoqëria jonë, vetëm e vetëm që kauzën të cilën unë e kam përfaqësuar me ecur para. Për 30 vjet kam dëshmuar që kauzën që kam përfaqësuar, lëvizjet, zhvillimet, ndryshimet i kam bërë edhe pa qenë pjesë e partive politike. Por gjithmonë kam besuar që edhe lider politik, kur vendi ndodhet përballë sfidave të tilla, duhet të jenë të gatshëm ta tejkalojnë vetën, pozicionet e tyre dhe interesat e ngushta për hir të qytetarëve dhe për hir të ardhmës së vendit. Që nga viti 99 kam kontribuar edhe në proceset e shtetëformimit, duke qenë zë i vetëm i Këshillit të Përkohshëm Administrativ. Ashtu ka qenë edhe angazhimi im i hershëm në vitin 2003, duke i bashkuar në atë kohë 3 liderët historik, presidentin Ljubova, kryeparlamentarin Doci, ministrin Bayram Recepin, për ta nënshkruar deklaratën për njohjen dhe zbatimin e Konventit së OKB-s kundër torturës, një zotim i institucioneve të Kosovës që deklaron të qartë se po ndërtojnë institucione që promovojnë të drejtat e njerëzit dhe parandalojnë torturën. Ky përkushtim ka vazhduar ndër vite në bashkëpunim edhe me udhëheqës të tjerë të kohës, duke filluar nga presidenti Fatmir Sejdiu, nga kryeministri dhe presidenti Thaçi, pastaj me kryeministrin Isa Musata, pastaj me kryeministrin Ramush Haradinaj. Kam vazhduar bashkëpunimin tim edhe me presidentin Njai Hada. Bashkëpunimin tim e kam vazhduar po ashtu edhe me presidentin Vjosa Osmani dhe aktualisht e vazhdoj bashkëpunimin edhe me kryeministrin Kurti dhe kryeparlamentaren Haxhiu, gjithmonë në interes të qytetarëve. Prandaj, ky rrugtim imi, i cili ka vazhduar bie realisht, me qëllimin më të mirë të mundshëm për me nxjerrë vendit prej kësaj krize aktuale që po ballafaqohet, përfundon sot me një reflektim të thellë dhe me një përgjegjësi të plotë ndaj vendit, duke uruar që zgjedhjet të sjellin stabilitet institucional në të ardhmen. Unë ju falenderoj gjithëve që na ndjek deri në orë të vona. Zonja Rushiti Burim Zariqi, gazetar për Radio Televizionin 21. Gjatë ditës, partitë opozitare konkretisht PDK ju kishte bërë thirrje juve që të tërhiqeni nga gara, për shkak që ata thanë se ju një farforme po manipuloheni, po përfshiheni në kalkulime politike nga partia në pushtet në Ferraz Zoti Kurti.
A e keni ndje jo se jeni në mesin e kalkulimeve politike të presion? Dhe e dyta, a keni pas ndërkohë komunikim me partitë opozitare për të i bindur që të votojnë për juve si presidente? Asë një moment nuk i kom ndje që jënë pjesë e kalkulime, po ta kisha ndjerë do isha sot para juve këtu. Thjesht, unë kam zgjedhë momentin e fundit. Pasi e kom pa që janë konsumu gjitha mundësi e mundshme edhe propozimet që janë bërë nga qeverisja Kurti. Prandaj edhe kur jam ulur me bashkëbisedu edhe mbas shumë kërkesa që kam bërë edhe nga qytetarët, edhe nga partnerët ndërkombëtar, edhe nga kauza edhe mbjetumi që unë i përkasoj, jam ullë edhe kom pa vetën që unë mund t'jem person unifikues për faktin se kam bashkëpunuar me gjithë qeveritarët e mëhershëm, si që përmenda edhe president, edhe kryeministrat dhe kam menduar që unë do jem një figurë unifikuese dhe vota atyre s'do mungojnë në parlament. Dëna Mëshila, mund të tregoni nëse keni diskutuar edhe me kryeministrin Kurti, a do t'jeni në listën e lëvizjes dhe vendosje tash si kandidate potenciale për presidenten Amaresh? Unë përfaqësoj një organizatë, ju gjithë si media e dini, na keni ndjek në rrugtimin tonë 30 vjeçar, quhet Qendra Kosovare për Rehabilitim, adresa ime do ta vazhdoj atje. Unë e bëra këtë lëvizje vetëm me vetëm, mi kontribu vendit me dalë nga ky gërsh politik. Si qytetare e Kosovës, që punoj me shtresat më të dëmtuara të shoqërisë tonë, e mendova që kjo është një zgjedhje e mundshme, edhe mendova që zgjedhja ime do të përkrahet nga gjithë deputetët. Pra, rrugtimi im do vazhdo në organizatën që unë Keni që keni diskutuar me ndërkombëtar, keni diskutuar me kryeministrin Kurti, me kausën që ju përfaqësoni, a keni diskutuar me partitë opozitare, a ju kanë thirrë në telefon, a keni thirrë jo për me siguru votat, do me thonë a keni pas biseda edhe me ta, me kryeun e PDK-s, LDK-s dhe AK-s? Kam vendosur 10 pas dite, të më thonë ka qenë momenti i fundit, thash masi janë shpenzuar gjitha propozimet e mundshme në parlament, që i keni ndjekë gjithë ju, edhe koha për me bashkëbisedu me partitë opozitare ka qenë e limituar. Po, ka pas shkëmbime, jo direkt, po për mes individe ndryshme që kam bisedu, edhe në gjitha duhet them që gjithë partitë opozitare më njohin si përsa. Unë ekzistoj që nga 99 në këtë vend, kom vazhdu me bashkëpunu me gjithë lider politik prej momentit të krijimit të institucioneve të Kosovës dhe kam mendu që kjo periudhë kohore e shkurtër është më jep mundësinë që ata me kuptu që unë thjesht të bëj këtë lëvizje për një Cili ka qenë ky diskutimi përmes njerëzve individëve të tjerë? Natyrisht diskutimi ka qenë përkoja në relacion me zgjedhjen e presidentit edhe e kam kërku votën e tyre. Megjithatë, mendoj që qëndrimet e tyre kanë qenë qarta, ata si them kanë thonë fjalë miradije, kanë vazhdu me më përkohë si individ, po i kanë pas qëndrime të mëhershme që nuk kanë lëviz nga ato qëndrime. Keni zgjedhur pikërisht të ambient për me mbajt konferencën me qenë se nuk është se u zgjedhët presidente dhe kush janë partnerët ndërkombëtar nëse mundemi me di specifikisht çfarë që kanë kërkuar kandidimin tuaj për presidente. Ambienti pse u zgjedh? Ne ka zgjedhur Arlindje, për ata sinqerisht unë këtu i vi për shoqërisë civile, nuk kam ende nuk jam pozicion me vendos për ambiente, po e them me sinqeritet plot. Ndërsa partner ndërkombëtar nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilët unë bashkëpunoj dhe më suportojnë tani sa vite. Këtë propozim ma kanë bërë edhe ma herët, para se me vendos, edhe kom thonë jo, se kom mendu që ka me pas zgjidhje politike me krejt lëvizjet sa e ndonjë parlament. Pastaj sot kam qenë edhe me ambasadorin amerikanin kontakt, më kanë përru për guximin që e kom marrë, unë veç jam grua e guximshme prej Departamentit Shtetit Amerikan, mirë po, fakti që s'kishte korum, natyrisht që edhe ndeti ky moment, unë dua t'ju them gjithë deputetet që kanë qëndru dhe më kanë votu, faleminderit, jam shumë mirënjohëse, është hera e parë që po e marr këtë sfidë, falenderoj edhe kryeministër. Uroj që zgjedhjet të bëjnë një zgjedhje të qëndrueshme. A do të jeni kandidat?